Mirëmëngjes dhe përshëndetje nderuar miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të datës 12 shkurt 2026 ora 7 fiks nisim emisionin Ora Juaj dhe për sot do të jemi së bashku si çdo ditë nga hëna në të premte për orën 7 deri në orën 9 dhe për takimin e ditës së sotme në 2 orët e para të këtij mëngjesi. Do të përpiqem fillimisht që t'ju jap një pasqyrë të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv dhe do të kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, mashtrim me fondet e bujqësisë në Korçë, 36 milion lek për një traktor me subvencion. Apartamentet e pallate me vlerë miliona euro, si i fshihte pasuri Daniel Shima te bizneset e Sokol Perllakut. Daniel Shima, interlimi apo truprojat, është pendito njeriu hije që kontrollonte lojën e akshit. Tenderat mbeten akuza kryesore. U zbuluan bashkitë që hetohen nga Spaku 40 nga 61 me dosje në prokurorinë e posaçme. Arrestimi i 13 vjeçarit Bushkolej rikthehet e protesta opozitës në 24 janar, zonë e mbuluar me kamera, dështim i protokolleve. Detaje nga operacioni i madh dhe antidrogës në Elbasan, një polic i lënduar gjatë ndjekjes. Operacion antidrogë në Elbasan, sekuestron 45 kg kanabis, municione dhe para të shumta arrestohen 3 persona. Ndrojit pas ngushtimit të stomakut italianit një zvendësuan organet me material leshi pas autopsisë në Tiranë. Aksident në aksin Korçë-Kapstit, përmbyset kamioni për shkak të erës së fortë. Aksidenti rënd pranë kopshtit zoologjik, taksia përplas motomjetin. Prokuroria dërgon kërkesë informacioni ndaj usjellësit vlorë për 2022-shin, pretendime për pagesa fiktive. I zhdukur prej 2 ditësh, në qendër i bajet 91 vjeçari në Finiq. Begaj takohet me drejtorin e INL-s për Europën e Azinë dhe Van Horn, riafirmuan partneritetin dhe bashkëpunimin tonë strategjik si aleat të NATO-s. Diplomati amerikan takohet me krehun e SPAK dhe zyrtarët e tjerë të drejtësisë, ambasada bashkëpunim për luftën kundër krimit. Një akuzuar për trafik droge, GKK dënon me 12 ditë burg Astrid Balliu. Foto, aksident në aksin Elbasan Librazhd, përmbysen makinat. Pas Kosovës, lëkundi tërmeti edhe në Shqipëri, epiqendra dhe magnituda. Aksident në Lezhë, përplasje një pasnjëshme automjeteve, lë 3 persona plagosur. Një me parashikimin e motit për sot dhe nesër. Tiranë, arrestohet 28 vjeçari për mbajtje pa leje. Në Bulqiz, pas një viti arratisje, kapet i riu që sulmoi dhe vodi 51 vjeçare. Tourism Fair Albania 2026 rikthehet në Tiranë duke bërë bashkë profesionistët e turizmit nga gjithë bota. Tragedia në Itali, 4 anëtarë dhe familje Skola do të përcillen për banesën e fundit në vendlindje. Banorët e Eriollit, në ata që preken nga projekti TID, protest përpara kuvendit.
Bayram Begaj dënon sulmin në British Columbia, Shqipëria pranë Kanadas, në këtë moment tragjik. Gjykata e lartë lën fuqi konfiskimin e pasurive të ish-gjyqtarit Guxim Zenelaj. Proteste Bashkia e Durrësit, banorët e prekur nga projekti TID përplasen me këshilltarët dhe policinë. I pandehur për agrimin e Spakut, ish drejtori i bugjeve Agim Ismaili paraqitet në GKK, lajmi trisht ndroni gjyqtari Dedmiri. Protest në Grams, banorët bllokojnë aksin Thuman Kashar, kalaja jo asfalt elektoral. Aksident në Librazh Elbasan. 2 makina përplasen, benzi përfundon i përmbysur. Dëshmia, shkuam në Ndroq për të vrarë Talon, Redin iku si një liput, Hoxhaj e njoftoi vetë policin për strehimin në Fier. Skandali mikrokredive GKK heq bllokimin mbi llogaritë e Olsi Ibrës. Ujësjelësit qonë në Spak, mish kryebashkiakun e Partisë Socialiste, Gjole Guci i me Malijet me redi pandehur bashkë me 4 të tjerë. Procesi ndaj Arben Ahmetajt në GKK zbulohet se kush do të jetë dëshmitari i parë. Zbulohet rrjeti i kontrabandës së makinave në Berat, arrestohet një 30 vjeçar. Rreshtet e shiut përmbysin Lezhën, probleme me energjinë elektrike në disa zona. Publikojnë në internet 111 foto dhe video në përmbajtje të turpshme. Prokuroria e Fierit dërgon për gjykim një person. Dalin emrat Jagushan 21 të arrestuarit të opozitës me styre dhe të mitur, policia publikon pamjet e armëve. Fier shpërndau 111 foto dhe video me të mitur, autori përballet me drejtësinë. Nxënësit e Daskal Todri në Elbasan përgatiten për festivalin e parë të shkencës. Oficerët e OPG-s 10 orë në bashkinë e Vlorës sekuestrohen dosjet nga kontratat e plazheve. Protesta Ministria e Shëndetësisë, 21 persona në spitalin Nën Tereza, 19 janë efektiv policia. Sket vdekje natyrale pas aksidentit tragjik, familjarët akuzojnë drejtësinë për mbulim të ngjarjes. Sheri Madh Vlorë ndërhyjnë policia mes disa persona. Shqipëria dhe Belgjika platformë të përbashkët digjitale për menaxhimin e migracionit paligjshëm. Transportuan drogë drejt Zvicrës, GKK dënon Gëzim Bakallin dhe Rion Locin me 20 vite burg. Tensionet për projektin TID shtyhet mbledhja e Këshillit Bashkiak të Durrësit. Zbardhen debatet rrëfimi Henrik Hoxhajt, nga dy shkaqet që sollën dështimin e 2 planeve për të vrarë Oti Kilën. Foto dhe emri efektivi që ndron jetë në autostradën Tiranë-Durrës, ja kush ishte 45 vjeçari. Shohim lajme nga politika. Mbirën, pas skandalit korruptiv, Partia Socialiste propozon privatizimin e tenderave të akshit. Video skenari i fryrjes fiktive të tenderave. Ermal Beqiri përfiton miliona euro nga akshi me kunatin si prestanome. Qeveria rënë moralisht e politikisht talian një leadership i PD-s nuk e mbush dot vakumin për ta rrëzuar Ramën. Dervishi hetimi Këlliçit nga policia sot, si historia e makinës së ambasadës belge në 1967.
Protesta e Partisë Demokratike Komani, dhuna nuk ishte turnus për policisë, hodhën gaz skaduar. Dhuna që pam protest nuk lindi brenda natës, meksi, kjo është pasojë e presionit vazhdueshëm. Prençi krahason protestat mbi 400 policë plagosur në 20 janar, sot vetëm 13. Vata, Bashkia Mande Klos me dosje të rënda penale në SPAK. Kontratat do përmbylleshin në fillim të 2026. Këshilli i Ministrave mori këtë vendim për studentët e ekselencës. Indeksimi i pagave me 2.5%. Këshilli i Ministrave merr vendimin, përfitojnë punonësit e shërbimit zjarfikës dhe Kuçana për 20 shkurtin, protest me vizita ndërkombëtare për përmbysje politike. Kuçana me akuzat forta, policia hodhi gaz lotësjellës në selinë e PD-s dhe dhunoi protestuesit. Bega në takim me zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara, presidenti, bashkëpunim drejt forcimit të ardhmes. Përfaqësuesi i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në takim me Lamallarin, Ministri i Drejtësisë, diskutime për forcimin e luftës kundër krimit. Ligji i ri për shërbimin e jashtëm, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar zhgënjehet nga votimi i projekt ligjit. Natën zihen, ditën janë bashkë, PD i rikthehet tryezës së diskutimeve për reformën territoriale. Balla uron Shkëlqim Hajdarin për detyrën e lartë që ju besua, jam i bindur se do të përmbush me dinjitet këtë mision. Gaba, Rama ka kthyer Partinë Socialiste dhe Parlamentin në bunker anti-SPAK, qëndrimi i tij i jep legjitimitet protestave të opozitës. Punonësve të medias u rrezikua jeta. Ready Serve Journalists reagon për incidentet në protestën e Partisë Demokratike. Meta, presidenti nuk pezullohet vetëm nëse vendos të vetë pezulloj veten. Për plasjen e protest, Berisha Edi Rama kishte përgatitur një skenar gjakderti. Koçiu, protestat e Partisë Demokratike janë braktisur, mbete vetëm militant dhe element paguar. Blushi, revoltat dhe zemrata popullore kanë hyrë në një fazë të re përballje dhe do të përshkallëzohen. Mbelin të liçin në hetim për protestën paralajmëron rikthim në 20 shkurt, do jem aty në vijën e parë bashkë me qytetarët. Protesta e PD-s bardhi i përgjigjet Ramës, vendosmëria e opozitës nuk shuhet me gaz lotësjellës. U arrestua 2 ditë më parë, vjen reagimi nga qelia e Rogozhinës në ish kryebashkiakut Edison Memolla, jam socialist. Fondi Social 2026 Silvio Gonzato, mirëqenia sociale është vetë forca e një kombi. Fondi Social e Rama në prezantimin e 14 shërbimeve për fëmijë dhe nënat në nevojë. Rama nxjerr molotovët, këto janë bomba artizanale me të cilat u sulmua policia PD e Berishës, si ajo e Mugabes. Daily Mail, protest kundër korrupsionit në Shqipëri, policia përdor gaz lotësjellës dhe topa ujë. Media gjermane, përleshje e fortë mes policisë dhe protestuesve anti-qeveritar në Shqipëri. Koreshi, qëllimi i opozitës nuk është policia, por kurrëzimi i qeverisë në Albati, lënduar në kokë nga goditjet e shfrenuara. Shohim zhvillimet nga rajoni. Kuvendi i Kosovës me 66 vota pro, vot besohet formimi i qeverisë Kurti 3. Gjyqi në Hag, kreu i PDK-s njofton rezolut në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Albin Kurti prezanton programin i qeverisës reforma në drejtësi do të hyjë në fazë vendimtare. Lista e plot nga Konjufsa te Gërvalla e Maqedonci, Kurti prezanton kabinetin e ri qeveritar.
Shok, nesër përfundon prokuroria publikon mesazhin përpara vrasjes së Lirdona Demaj, ai Murseli kishte komunikim me Vjosa Osmani miraton Kurtin si mandatar. Për kryeministër priten emrat e kabinetit qeveritar të paraqiten në kuvend. Ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë gjatë vitit 2023 rrut, po pres që Serbia të përcaktojë përgjegjësinë për Bajsk. Albin Kurti caktohet si mandatar për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, i dorëzohet propozimi i presidentes Osmani. Berisha, Ushtria Qeverimtare e Kosovës nuk kishte hierarki për krimet të organizuara, akuzat e prokurorisë speciale, absurditet. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës, Begaj, Shqipëria do vijojë të qëndrojë në mbështetje të institucioneve demokratike. Muzeot kryetare e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, Ronald Bulena Haxhiun, thirrje për bashkëpunim institucional. Rana Shatërvan, disa ditë më parë në Greqi, përmirësohet gjendja shëndetësore e vogëlushës shqiptare. LDK e gatshme të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje Dili, bashkimi i dy partive rivale të krijonin një kthes të madhe politike. E paralajmëroi Albin Kurti, Albulena Haxhiu, zgjedhjet kryetare e Kuvendit të Kosovës, betohen deputetët e Kuvendit të Kosovës. Pacolli sqaron borxhin e Naim Murselit, nuk i ka shlyer të gjitha detyrimet. Konstituimi i Kuvendit të Kosovë LDK nuk votojnë kryetarin e Kuvendit pa marrëveshje politike mes partive. Uzum për një vajzë, përplasje mes shqiptarëve në Greqi, tre të lënduar. Mungesa e parave, avokati i Kadri Veselit, ai nuk ka bërë krim duke luftuar për lirinë e Kosovës. Me UÇK-n, shqiptarët e të gjitha trevave në protestë për vendimin e gjykatës speciale për çlirimtarët ja kur pritet të zhvillohet. Marrëveshja trilaterale, ministri Vengu thon bashkëpunimin ushtarak midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Rregullat e reja për azilin bëhe vendos Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Hijet destabilizimi në Ballkan. Serbia dhe Bosnia e Hercegovina vazhdojnë hetimet për kambet paramilitare ruse. Përballja me Erdogan, Mitsotakis shkon me 10 ministra. Haradinaj i shkon për vizitë Fadil Fazliut, i gëzohemi kthimit të tij në atë po ashtu edhe të tjerëve. Ish ushtari i UÇK-s, Mithat Lozhani, në paraburgim në Serbi, avokati Koci kërkon ndërhyrjet menjëhershme. Eurostat 45.4% e dërimëve në Maqedoninë e Veriut përdorin inteligjencën artificiale. Trondit e qeveria serbe, ministri dorëzon Vučićit planet e zhvillimit të krijuara me ChatGPT. Naim Murseli kërkon takim në Bexhet Pacollin, gjykata ndalon biznesmenin. Luka Mishetic, Hashim Thaçi pafajshëm, prokuroria nuk arriti të vërtetojë të kundërtën. 45 vite burg për secilin, mbrojtja e lish liderëve të UÇK-s, nis me deklaratat përmbyllëse në Hag. Mirë me zhvillimet nga bota. Rusia sulmon Ukrainën, ndërojnë jetë 4 persona, raportohet dhe për të plagos. Fondi Safe, Bashkimi Evropian hap 38 miliard euro. Për mbrojtjen, 8 shtete marrin dritën jeshile. Takimi në shtëpinë e Bardh Trump nuk ka vendim përfundimtar për Iranin, dua të vazhdojnë bisedimet. Bashkimi Evropian kundër zgjedhjeve në Ukrainë gjatë luftës, Kallas
në këto kohë është praktikisht e pamundur. Zelenski pranon bisedime të reja me Shtetet e Bashkuara, pesë polic sulmohen në Pakistan, militantët i zunë në prit. NATO lëshon Arctic Centre, Aleanca forcon praninë arktik përballë Rusisë dhe Kinës. BE-ja i zgjati mandatin Peder Sørensen dhe përfaqësuesit të BE-s për të drejtat e njerëzit. Franca në pritje, fati Marine Le Pen pritet vendoset në shtat korrik, kandidimi presidencial mbetet në pikpyetje. Netanyahu vizit krah sekretarit Rubio, Izraeli bëhet antar i Board of Peace. Cikloni Madagaskar ndroi jetë 20 persona. Rusia rekrutoi mbi 1400 afrikanë për të luftuar kundër Ukrainës, mbeten mbi 300 viktima në territorin e Ukrainës. Takimi mes Erdoganit dhe Mitsotakis, dy liderët diskutime për zgjedhjen ndërkombëtare, problemet në Egje do të restoranti Fasad që mbuloi trafikimin, çmontohet grupi shqiptar që fshinin lënë narkotikët maskuar me veshje të firmës. Ekset anullon pjesëmarrjen në një takim të NATO-s. Von der Leyen Europa duhet të përshpejtojë miratimet industriale dhe të thjeshtësojë burokracinë për të mbetur konkurruese. E rëndë në Rusi sulmi në shkollë, la një viktim dhe 3 plagosur, arrestohet autori, Tirana ka vajzat jashtëzakonshme, kontakti Jeffrey Epstein, kje i heq imunitetin ish sekretarit përgjithshëm Jagland. Operacion antidrog në Itali arrestohen 5 shqiptarë. Trump dhe daljes nga marrëveshja tregtare me Kanadan dhe Meksikën. Bie kërkesa e birrës, Heineken do të shkurtojë deri në 6.000 vende pune. Tensione në parlamentin turk, përleshje midis deputetëve gjatë hetimit të 2 ministrave të rinj. Ata janë armiqtë tanë, Dodik paditet për nxitje të urrëties. Emri dhe foto reklamon të jetën e luksit dhe u kap me drogë, dënohet 22 vjeçari shqiptar në Angli. Makina mori flak pasi u përplas me kamionin e plerave, kush është shqiptari që humbi jetën në Itali. I delduar rastet të shumta krimesh nga agjentët e emigracionit, ekspertët paralajmërojnë se zgjerimi i shpejtë i agjencisë mund të rrisë abuzimet. Trump shpjegon rritjen e tarifave ndaj Zvicrës, ishte shumë agresive, nuk më pëlqeu mënyra se si folën me mua. Danimarka regjistroi 292 kalime të flotës hije të lidhura me Rusinë në 2025. Ngjarje me 10 viktima në shkollë, media kanadeze zbulon autori është një transgjinore 18 vjeçare. Presion ndaj princit Andrew, Kongresi i Shteteve të Bashkuara i kërkon mbretit Charles III të urdhërojë vllajin të paraqitet thirrje edhe nga familja e denoncueses. Parlamenti Evropian miraton kredin prej 90 miliardë eurosh për Kievin. Në fund lajmin nga sporti. Humbi 150.000 sterlina në Bijos, probleme për Dele Alli. London Norris më i shpejti në ditën e parë të testeve të Bahreinit. Flik nga smonash për Real Madridin, trajneri Barcelonës, Rugelet, pyetini ata. Alarm për vjedhjet e Roma. City Guardiolës bën gati 50 milion euro për një lojtar kyç. Inter Kivu Bosjesh Dumfries stërvitet me grupin data e kthimit në fushë. Tension të Arsenalit në prag të derbit ndaj Brentford. Arteta do të jetë pa lojtar kyç. Presidenti i Birmingham City, Tom Wagner, shtrohet në spital pas një goditje. Nga shërban Meksik, qenë robotik Conan X në linjën e parë të sigurisë botërore 2026.
Dinamo përshpastër Tiranën çerekfinalen e parë të Kupës së Shqipërisë. Rrisit që sillin lojrat mesdhetare në Kosovë. Medalist dhe tradhtar, biatlonisti norvegjez pranon tradhtim ndaj partneres pas garës olimpike. Sheri masiv në NBA që po bën xhiron e botës nuk mungojnë grushtet. Sala me synim të Al Ittihad, Arabia Saudite kundër çdo largimi të faraonit. Holandezët vendosin rekord olimpik, por përfundojnë jashtë 3 vendeve të para. Derbi Partizani Tirana do të luhet në orën 16:30 në Air Albania. Eliminimi nga Kupa Konte ka një mesazh për gjyqtarët dhe për garën për titull. Palmer humb golin e sezonit, Chelsea ndalet 2-2 ndaj Leedsit. Dëmtohet Ron ter Stegen, rrezikon debotorin me Gjermaninë. Antonio Vergara mes dashurisë së Napoli dhe akuzave për simulim. Shkëlqimi Molieros mes fushori i Villarealit thyen rekorde. 82 gola në 90 ndeshje, Mbappé shkruan historinë të Reali. Këto ishin lajmet e zhvillimit kryesor të orëve të fundit. Është momenti për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në komunikim me ju. 4 639 068 99 0008. Mirëmëngjes, telefonata për shëndetje. Jam një shkosht. Urdhoni? Gjithë pa të thonë për rëshqyqimin e pensionit. Po. Se kam 8 muaj e shasi. Do t'ju vi përgjigja në Jelbeni dosh. Përgjigje ta shtytje more kanim. Po. Do t'ju vi përgjigja së shpejti në Jelbenia. Shumë të nëjt për teje e rrasë shamale. Faleminderit juve, dashur. Gjithë të mira. Okej, shkojmë tjetër mëngjes. Alo. Flas me Klodin. Klodi jam. Nuk mëra përgjigje për atë Lida Nano për pensionin që e merr të plot, po i jep të 8.000 lekë. E kuptova. I nderuar, ka shumë raste të tilla, borëmi që më more. Te rubrika kërkesë për rishqyrtim pensioni, zonja duhet të plotësojë ato fushat bosh dhe t'i kthehet si pensioni plot. Qa do bëj kërkesë? Po, për rishqyrtim pensioni, për këto 2 muaj, janarin dhe shkurtin, dhe e sigurt që do ta marr pastaj. Se këto është do bëj në ndim dhe bëj që shpun. Po, ka ndodhur edhe gabime që janë bërë dhe janë rikthyer, janë korrigjuar me kërkesë për rishqyrtim nga ana e qytetarit. Po mi, këto do nisë ku do dërgohen këto kërkesë? Në Jelbenia, për 2 minuta bëhet, është një procedurë shumë e thjeshtë. Në Jelbenia kërkesë për rishqyrtim pensioni. Më kupton që t'i kthehet ajo sepse i takon e plot. Dakord? Faleminderit juve për telefonatën. Dhe meqense jemi te kjo para disa ditëve, jo para disa ditëve, po dje, në fakt. Ndoshta edhe shpresoj që të më ndjek, është zonja Basile Tarko, që nuk kishte marrë shtesën as janar dhe as në shkurt, pas komunikimi që ne bëm, dosja është hapur dhe i është vendosur 18.000 lekë, pas sistemi ishte pleqërie i pjesshëm, ndaj nuk ishte vendosur përpara. Kështu që të është rregulluar zonjë në rast se je duke na dëgjuar. Na kontaktoi dje zonja. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Ju përgëzoj për emisionin se na zgjidhni hallë, sidomos në pensionistë. Faleminderit. Unë kam një problem, po nuk mund ta konsumoj dot direkt aty. Me çfarë lidhet? Nëse ke mundësi, kam një problem që s'mund ta konsumoj direkt aty. Po, me çfarë lidhet, çfarë lloji problemi, le të them? Me pensionet, sigurisht. Pse s'mund ta thuash më thuaj? Nëse keni numrin e Kujtim Hoxha, si specialistit, mund të më ndihmoni? Po na thuaj problemin, çfarë problemi ke? Po për pensionet? Po ma thuaj, ndoshta të ndihmojmë edhe neve. Jo, nuk mundenin dot. E di që s'mundenin dot. Okej. Mirë. Mund ta jap, nuk mund ta jap live numrin e. Po mirë, më dërgoni mesazh, qoftë mundenin. Ashtu po, jo live, se nuk jam i autorizuar prandaj. Të kërkoj ndjes. Asgjë, të lutem. Faleminderit aty për telefonatën. Shumë faleminderit dhe Rosi. Shkojmë tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Unë isha prek një temë, se dje nuk arrita të kap një dot. Për këto policët që u dogjen
që u sakatu në Klodi. Po. Unë aty kam pas edhe djalin tim, që të gjujsh policit, që zbaton urdhrin e dikujt edhe të gjujsh me gura e me shishe, është krim. Nuk janë policë sërbë. Për dhe policë sërbë. Djemë tonë. Nuk e di, me çfarë mendime dhe çfarë thirrje bëjmë që të ndeshemi me policinë. Nuk është bërë thirrje në fakt Policia është thjesht një zbatues. Po pra, po mos abuzojmë me këtë se nuk është bërë thirrje të ndeshen me policinë njerëzit. Po jemi në fushë betejë thonë ato. Me kush o fushë betejë aty? Skali nuk është qëllimi i policisë, mos abuzojmë me këtë. E kuptoj shqetësimin, domethënë edhe si nënë e një efektivi policie, por edhe në përgjithësi patjetër, sepse detyra që bën secili në mbrojtje të institucioneve është e shenjtë, ashtu si kundër e drejta për të protestuar secili është e shenjtë në demokraci. Kushdo qeveri që ka qenë, policia ka zbatuar ligjin. Siç ato të djathët kanë mbrojtë, si të majtët ato thjesht janë burri, janë babai, janë djali një nënë, nuk shkon të përleshet me popullin. Nuk janë qëllimi policët dhe asesi s'mund të jenë, kështu që s'mund ta themi këtë. Ishin policat të shtruar në spital më Klod. E kisha zjarrin me duar, ta mu do gjendurët. E kuptoj, po them nuk është qëllimi ky, domethënë për të goditur policinë. Nuk besoj që është ky të paktën, nëse unë nuk jam në mendjen e njerëzve. Gjithë të demokracinë, gjithë ato shishe që ishin paplasura me benzinë. Po është gjinaf në kundra kujt po ja hedh. E kuptoj dashur, po mos abuzojmë duke thënë që janë kundër policisë. Nuk është. Mendoj unë, po. Po jo, po policia është aty për ta. Pas se u plagosën edhe njerëz atje apo jo, domethënë se u plagosën edhe qytetarë. Ja çoj të ushqej fëmijët, ja çoj digjet shkojnë në spital. E kuptova e dashur. Të thash, jam si ty, se dhe unë jam babai një fëmije të vogël, por dhe e kam atë ndjeshmërinë, e kupton? Dhe mua më vën në pozitë tani për këtë gjë, se thot del nëna e një protestuesi tani dhe thot u dolgje dhe djali im që protestoi. E kupton tani se sa? Siç keni ju një detyrë, edhe i përqendroni asaj detyre, që e mbron me fanatizëm, ashtu e mbrojnë dhe ato sa të punë kanë. Po nuk po del kush kundër mbrojtjes së policëve dashur, kupton? Po me çfarë drejti gjujnë me shishe me benzinë që ishin akoma në të mbaj përgjegjësi secili që ka bërë akte të tilla, zoj. Më kupton? Është gjinaf, më Klodi, është gjinaf. Po ti më vë në një pozitë, ti më vë mua në një pozitë të tillë që pas telefonatës tënde mund të marr në Dua ta shpreh me ty se ndjej kënaqësi. E dashur, unë thash jam me ty te kjo gjëja, te prekja te lëndimi, si i policëve dhe i protestuesve. Por tani do dal një nënë e një protestuesi tani pas teje dhe do thot, po mirë, okay, u dëmtua polici, po u doq dhe djali im, do thot, u helmua dhe djali im me gaz. E kupton, pra janë të dyja gjërat këto. Ato janë urdhra jep tjetër kush, nuk e jep policia, ai policia është thjesht një rrugë. Dakor, pra e kuptova, po prandaj po them që janë të dyja anët dhe ti mua më vën në mes, edhe thua si mendon ti. Si mendon? Të gjithë duan demokracinë, të gjithë duan protestat, të zgjidhin në mënyrë paqësore, jo me dhunë. Okay. Faleminderit. Faleminderit ty dashur. Përshëndet shumë, faleminderit. Edhe unë ty. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Bukur shumë. Okej. E kemi telefonatën në linjë, mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Klodi? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Jo, kam një problem me pensionet. Tyrë një herë në radhë të parë, ose të marrë për herë të parë, Zoti të ruaj të dhënë gjitha të mirat. Faleminderit. Po mundet më ndihmosh, mirë, po s'mundet. Gjeni rrugë, po ta themi një herë problemin. Jam pensionist nga Lushnja. Po. Dhe kam një problem me gruan. Kam dhe problem për vetëm unë pa imi e shumë qeshtë që më ndryshe, do të them dhe atimin, po do të them të të gruas fillim. Ajo ka punuar me fjallë, kur ka qenë çup në fshat. Ka 4 vjetë punë. Dhe kur ka ardhë të ku në fshatin tim, ka 10 vjetë, jeton 14 vjetë. Nëse nda kemi ikur, kemi shkuar në Lushnjë, dhe ka punuar 25 vjetë në Lushnjë. Dile problemi, të lutem se jemi shumë vonë, të problemi.
Po, gjithse 39 vjet. Tani në këtë shtesat që u bë, nuk mori asnjë lekë, dhe unë pyeta u interesoha në sigurime shoqërore, edhe më thanë që nuk i ka vizitë e punës tamam. Ajo ka 39 vjet, ata thonë ka 34 rrjet muaj. Inderuar, ka dy momente këtu. E para ka 39 vite dhe është llogaritur me 34 apo janë llogaritur të 39-ta? Po, si mas sajtë del që janë llogaritur me 34. Nëse janë llogaritur me 34 është pensioni pjesëshëm dhe nëse ka mbi 220 nuk i takon. Po, tani si ta bëj unë për Kjo është, shiko, në Albania besoj diku duhet kur ka dalë pension zonja? Sa vite ka? Në 2013. 2013. Besoj që diku në Albania duhet jetë ajo kartela e plotë e pensionit, në të cilën janë shënuar të gjitha vitet. Ose shikoj njëtë ajo fatura e çdo muaj që merr. Me fjalë të shkoj në Albania. Po, mund ta gjesh në Albania, nëse nuk është. Unë kam në dokumentat që i kam nxjerrë atëherë. Nëse nuk, shikon, nëse zonja ka dalë me 34 vite punë, nuk i takon. Po. Do prandaj sqaroj sepse ju thoni ka 39. Tjetra pastaj, nëse ka dalë me 34 dhe ju thoni keni 39 duke mbështetur dhe me dokumenta. Çoja në këto dokumente sigurimeve shoqërore përmes një kërkese për rishqyrtim pensioni në Albania në mënyrë që t'ju njihet dhe ky 5 vjeçar që para 4 vitesh kur ka dalë zonja në pension nuk të është njohur. Më kupton, pra në të dyja rastet ti zgjedh një punë. Vetëm tek në Albania, ha? Te Albania. Po. Tani kam një problem për veten time. Unë kam dalë në pension 2012-ën, invalid i plot. Dhe marr 360.000 lekë. Do të thonë që s'takon asnjë. Bonusi jo, shiko, çdo pensionist dhe pagesë invaliditeti përfitues nga kjo shtesa ka një limit deri ku shkon. Për shembull, pagesat e invaliditetit shkojnë në rritje deri në 300.000 lekë. Nëse dikush ka 280, do t'i rritet pagesa derisa të shkojë 300 dhe aty do ndalojë. Ata të cilët e kanë 300 dhe më shumë nuk përfitojnë. Nuk përfitojnë. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën, meqense jemi te pensionet, ndalemi dhe flasim pak më shumë, jo për një mesazh siç ja u themi çdo ditë, por për një sugjerim. Nëse secili prej telefonuesve ose po themi pjesa më e madhe prej atyre që komunikojnë dhe flasin për shqetësime apo për mungesë financiare aq sa duhet e pranueshme për të kaluar muajin, do të kishte bërë këtë zgjedhje vite më parë, sot do të ishin në kushte të tjera. Në kushte të tjera sepse kur ti kursen një sasi të caktuar, qoftë kjo edhe minimale, çdo muaj, dhe këtë e bën për disa vite me radhë, kjo nuk të rëndon financiarisht, kjo nuk të heq ato kënaqësitë apo privilegjet që ti mund t'i japësh vetes çdo muaj dhe çdo vit, por përkundrazi, ti në fund të 10, 15 apo 20 viteve, qoftë edhe duke kontribuar apo investuar nga pak në fondin Sigal, duke hapur një llogari pensioni, ti i jep vetes mundësinë për të pasur shumë lekë në të ardhme kur mendon që nuk do punosh më. Dhe kjo jo vetëm në bazë të atyre që ti ke kontribuar, por shtoj këtu edhe kthimin vjetor për 4.6%. Llogaritë bëjnë vetë se sa shumë mund të përfitosh qoftë edhe me një 50 euro në muaj, të cilën ti nuk e çon asgjë kundi përveç se prap në llogarinë tënde bankare. Dhe ky 50 euro merr vlerë në fund të një periudhe të caktuar sa ti do të vendosësh për të qenë pjesë e fondit Sigal. Dhe për më tepër, ajo që ti ke vetë në dorë është e para që përcakton vetë çfarë pensioni do të kesh. Për shembull, nëse pensionin ti dëshiron ta kesh 500 euro, patjetër që po të paguash 65 euro çdo muaj për një periudhë caktuar që vendosin persona që bëjnë llogarit atje në kompaninë Sigal. Pra imagjinoni, pension 500 euro në muaj, ti të paguash 65 euro. Që kjo nuk ndodh po të paguash dhe 40 vite kontribute në shtet 65 euro. Në muaj nuk e merr kur një pension 500 euro. Por kjo ndodh sepse në fondin Sigal ti je përjashtuar dhe i amnistuar, le të themi kështu, nga çdo taks apo tarif për palë të treta dhe ai fond që ti investon në llogarinë e pensionit privat është i pastër dhe nuk ka firo, po themi, siç thot edhe populli. Është zgjedhje që e bëjnë të mençurit, më besoni, në kuptimin e asaj që përfitojnë, sepse
thash edhe një herë, nëse vjen një përfitim i caktuar i cili nuk të dëmton nga ana financiare, nuk të heq thash dhe njëra ato privilegjet që ti ndoshta mund të kesh gjatë muajit, por përkundrazi. Ti depoziton X lek në muaj, ato të kthehen në kthim vjetor 4.6% dhe që shkojnë pastaj 2 apo 3 fish. Dhe për më tepër i kanë telefonin tënd, dhe ti e shikon. S'është nevojë ti thuash kompanisë, shiko, unë në fund të 10 viteve kam depozituar 50.000 euro sa e kam të plot shumën bashkë me interesat. S'ke pse pyet sepse ke këtu të gjithë llogarinë në telefon. Fond të cilin mund ta përdorësh kur të duash të çfarë do lloj momenti. Si për pension, ashtu edhe e merr të menjëhershme pas një lloj penaliteti. Është më mirë pastaj për ta marrë si pension, sepse çdo pagesë që ti merr në moshë pensioni, pjesa tjetër e diferencës vazhdon dhe rritet njësoj si në pjesën e fondit total. Pra me vlerën 4.6%, ajo vazhdon rritet. Pra ti paguash, ndërkohë pjesa tjetër vazhdon akoma edhe shtohet. Çfarë kërkoni më shumë? Telefononi numrin e poshtëm, merrni të gjithë informacionin e duhur krahas kësaj që ju themi ne, ose po të doni na shkruani dhe ne që t'ju sqarojmë se si funksionon dhe çfarë përfitimesh ka. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo? Shlarguar. Tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ja kaloni, mirë. Mirë si je? Jemi zonja nga Zharve që nisa letra D. Urdhëro, cila? Apërdita Fetahu. Ku mi nisa apërdita? Te Messengeri. Ja ta shoh. Dije mas dite i nisëm. Urdhëro? Dije mas dite i nisëm. Po, e mora. Të mërkurën, dje. Po. Ti shoh një herë se kanë ardhur te këto mesazhet e fshehura dhe unë nuk i kam parë. Atëre. Ky aplikimi është bërë tani në 2025-ën, ë? Po, i fundit. E kuptova. Ti legalizimin e ke marrë? E ka marrë, rregull i me gjitha. Deklaratën e shembjes të objektit vjetër e ke dërguar? Po, e kemi letër nga, e ke bëm me notera, aty është. Ku e ke, Mojzoj? Aty, bashkë me to. E shem objekti vjetër e për ju latë. Okej, e kuptova. Domethënë, po kjo në çfarë date është bërë? 9 i dyti. Kishim bërë para se kemi dorëzuar njëra atë, ne? Po pra, në 9 shkurt. Në 9 shkurt 2020 është bërë. Mirë, domethënë, nga ky aplikimi që ke bërë në datën 16 korrik 2025, ke marrë përgjigje? Jo, vajtë duhet bën çfarë aplikime kohë që nisën atë hartën bosh që ishte ti aty. E ke parasysh? Kurse vajta pardije, më nisi prapë të drejtori, të bëja takim dha letër prapë noteri më shkruajti që si ka mundësi që mos të dalë notifikata kësaj zonjës. Nuk na futën brenda, nuk bëjmë pritje. Dhe atë u lis noteri me një atë të njohur brenda dhe sa ai për 2 javë sa ai kemi mundësi ta djerim. Tash me gënjestra zotri, çfarë them, nuk ke besim me ta. Do ta shohim ne pa merak. Mirë? Po kur të marrun se unë jam e ikur, dua të ikin. Po s'ka problem, nuk duhesh ti në mirë. Përgjigja ku do vinë? Te ky telefoni? Një sekond, ti më ke shkruar në Messenger. Po, e kam pitën të më dërgosh përgjigja ti? Po pra, unë të dërgoj sepse ti më ke shkruar në Messenger, kështu që Messengerin e ke ti jeton jashtë apo jo? Po, në Greqi e kam marrë për ti për letrat unë nga burrin që kam smur, nuk vend të burrin. Në rregull, po nuk është nevoja që ti je këtu për të dalë certifikatën, në momentin që mua do vi një përgjigje, do të kontaktoj aty, dakor? Faleminderit shumë, punë të mbarë të keni, kaloshi mirë. Faleminderit shumë edhe ty. Gjithë mirë aty uroj. Faleminderit. I me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo? Alo? Mëngjes, në linje, më po s'pordel. Fol, të erdhi radha. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po do të flas me këtë gazetaren, disha. Duhet ullë zërin televizorit, vlla. Po që kam ullë. Ule në zero edhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të flasim, nuk e ndel dhe ai gazetari. Me gazetari po flet ke 2 minuta, po urdo. Po, ne u desha të pyes, diska çfarë rregullës janë të për pensionet për të nënat me shumë fëmijë? A ka ndonjë privilegj, ndonjë gjë si
Nënat me shumë fëmijë dalin në pension të parakoshëm. Nënat me shumë fëmijë dalin në pension të parakoshëm në rast se kanë edhe 30 vite punë. Po këto djetë që nuk i kanë 30 vite punë, po... Jo, ato do dalin në pension si zonjat e tjera. Në rregull, e kuptoj. Kështu, faleminderit shumë i nderuar. Ditë mbar. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Jam një zonjë nga Berati. Të telefonova para ta ditës në muajin janar, më thënë. Po? Që për atë që marri konversimin e energjisë. Ne jemi të 2 pensionistë, në dola unë qershor dhe e bëm kërkesën në korrik. Po. Edhe nuk i kemi dhënë veshën me fjalë me imtësi, po do telefonova një herë unë të thash që ne na thonë nuk e kemi marrë atë konversimin dhe tani në muaj shkurt kishin vend atë këshortit 6.000 lekë. Po, mund tjetë mos është shtesa e pensionit kjo 6.000 lekë apo jo? Po, shkruan të atje, konversim energjie. Okej, shumë mirë pastaj. Edhe kur vajti në janar, ata të elektriku i thanë që nuk të takon, se ne e kemi marrë shtëpinë me kredi dhe se kemi mbaruar akoma. Ska lidhje fare kjo zonjë. Nëse, kështu më the. Kurse tani në shkurt, nuk ishte fare, as 6.000 lekë ishte tani. Po shiko, kjo... Edhe vajti prapë, ata i thanë që në muajin shtator, në tetor dhe nëntor, nuk ishim këtu. Dëgjoj pak zonjë, të sqaroj. Që të përfitohet kompensimi duhet harxuar minimumi dhe 200 kW, nëse nuk e qenë aty nuk t'i jep njëri kompensim, se ka çfarë kompensimi do t'ja. Më kupton? Sepse ka një fash ajo, ka një fash kilovatësh që duhen konsumuar në muaj, që shkon deri në 200, nëse konsumon më pak nuk e merr. Kështu i kishin thënë. Po pra, po se në muajin shtator, tetor ne nuk ishim këtu. Po prandaj nuk e ke marrë sepse s'ke konsumuar energji. Tani e kishin fotokopjuar atë librezën dhe të shikojmë ta do bëjnë. Po, nëse nuk e kalon prap 200 kW, nuk e merr, nuk t'i japin. Kur jemi këtu e kalojmë. Kur jeni aty nëse e kaloni, po patjetër që do merrni. Do puten gjërat vetë në rrugë të mbarë? Po, patjetër. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Faleminderit shumë, mirë pas. Mirë dëgjofshim. Kemi kohë për tjetër? Kalojmë publicitet, bukur shumë. Do flasim për ata të cilët vuajnë nga prostata, janë meshkuj mbi 40 vjeç që kanë goxha probabilitet për t'u prekur, po mos u ngatroni, për ju që jeni afër të 40-ave, nuk është se do prekeni me se s'bën, që por thjesht në atë mosh mund të ndodh diçka e tillë. Nëse ju vreni simptomat e para ose të tjerë që janë prekur tashmë, ja kurzidhja prostatol është një produkt 100% bimor dhe ka efekt menjëhershëm në momentin që ju do ta përdorni rregullisht duke ndjekur edhe këshillin e mjekut patjetër. Vetëm shikoni me kujdes është ky lloj paketimi në mënyrë që të mos vini prej mashtrimeve të ndryshme që mund të ndodhin. Prostatol është një produkt 100% natyral dhe bimor, mjafton të bëni telefonat dhe ja u sjellin kudo që ju ndodheni, kështu që shpëtoni njëre për gjithmonë nga problemet që ju torturojnë e që kanë lidhje me prostatën. Kthehemi pas pak. Mirë, kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi drejt për drejt me ju, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes, dua të flas me Klodin mbi. Jam Klodi, vetëm u lë zërin televizorit zonjë të lutem. Po Klodi, faleminderit. Gjona, unë jam një nga Prinjesi. Edhe ju ashtova dhe ju halin tim që para, mirë po dua të lidhe me stopin. Po numri që del në ekran në del i fikur. Në ndihmoni dot mi numër me stopin? Përveç atyre numrave unë nuk kam tjetër që ju shihni në ekran zonjë. Vetëm një numër dërguar në ekran aty. Çfarë problemi keni? Unë jam Flisni. Alo. Shtaguar. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Më të lidhëm me Klodi. Po Klodi jam.
Mirëmëngjes, Kredi. Faleminderit. Unë nuk di se ku t'jam njës. Ja shumë probleme halle që kanë edhe unë edhe gjithë të shqitarë, po desha të plek një temë që lidhet me medjen kryesisht. Nuk temë që jam misgjuar dhe do ashtu po një gjë që më bën pak përshtypje. Me kënaqni kur të ndjekim ty në emision, shumë i dashur, shumë i edukuar, që ndihmon njerëzit. Faleminderit. Dhe nuk është shput me dot nga emisioni yt. Shumë Por faleminderit. ka dhe emisione të tjera, siç po them tani në ujë bëjnë reklame Adi Gjebreja që në band nga ekrani 5-6 orë jashtë. Dhe kjo është një gjë, dhe kjo është media që duhet, që edukon njerëzit dhe dhimbon ata, që edukon fëmijët. Po nuk shot njëjtën gjë në një emision tjetër. Tani nuk po them se, po sigurisht që nga emisioni Top Channel në ata përputhen e Big Brother që po degenerojnë shoqërinë e në veçanti fëmijët. Nëse duam të japim këto emisione degeneruese me plot bindjen, Dashur, të japim pas orës unë kam koleg dhe nuk është etike që të mos e reagoj përballë qëndrimeve të tilla. Shikoni pak. Ne jetojmë në një e kam zotrin linj. Okej, nëse të më dëgjoj nga televizori atëra. Ne jetojmë në një kohë që unë them mirë që jetojmë në këtë kohë, ku njeriu ka të drejtë të zgjedh. Këtë do të bëj shok, këtë do të bëj shoqe, me këtë do kaloj një orë në kafe, si do e menaxhoj kohën për të mësuar, me këtë do martohet, me këtë s'do martohet, kë mbështet, kë program shikon, sepse këtu ka një gjë tani. Ju thoni këtë qëndrim, por një tjetër del dhe thot s'më pëlqen Klodi. Deri këtu jemi korrekt. Pra s'ka asgjë të keqe. Nëse për dikë diçka është e mirë, për shumë të tjera, apo për dikë tjetër, ajo që për ty është e mirë mund të jetë shumë e keqe. Po kjo s'do të thotë që në mënyrë të prerë njëra është e mirë dhe tjetra është e keqe. Kështu që njerëzit kanë mundësi, me mirë që e kanë, të zgjedhin sot. Nuk i pëlqen buka te kjo furrë, do shkojnë në furrën tjetër. Mendoj unë. Dhe kjo gjëja, në momentin kur është krijuar televizori si objekt, po themi këto me ngjyra, u krijua edhe butoni në pult për të ndëruar një kanal të caktuar. Nuk të pëlqen Klodi? Çoje në vend tjetër. Të pëlqen Klodi ose Ora News në përgjithësi mbaje aty. Sepse është jo etike që unë tani të pranoj ose të dëgjoj për punën e medjeve të tjera apo kolegëve të tjerë, që tek e fundit nuk jeni të detyruar të zgjidhni dhe ndiqni askënd. Është çështje zgjedhjeje, ëh? Ti kur shkon në një dyqan ose në treg, në pazar sikundër i themi, ka tregtar aty që 10 prej tyre mund të shesin thuajse të njëjtat produkte. Dhe ti do zgjedhësh atje ku të mbushet syri apo mendja se i ka më të mira. Nëse dikush merrte një tjetër, ky nuk do thotë që njëri ka të mirë, tjetri ka të keqe, se varet nga buxheti kjo gjëja. Faleminderit për mirëkuptimin. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kalove? Mirë, si jeti? S'kam qenë mirë, jam i dhunuar. Urdo? Jam i dhunuar. I dhunuar? Trana, po, nga një person nga shteti Erion Hodaj dhe inspektori nuk ka marrë masë për arrestimin e tij. Në fshati Armen quhet. Inspektori quhet Muzafer Dervishi, aso për gjëja e policisë gjyqësore, kur i shikoni në një qendër lokale atje në fshatin Armen. Inspektori bashkë me atë që ka dhunuar, e nuk marrin asnjë masë. Nuk e di se çfarë bën ky Elidon Çela, drejtori i vlorës, bashkë me atë zonë drejtori. Edhe kur ka ardhur atje në spital, do thon ti po flet për diçka që unë se kam iden fare. E para do të më shpjegosh çfarë ka ndodhur. Por megjithatë unë po them drejtohu më mirë në polici ose në prokurori për këtë, se nuk e njoh çështjen i nderuar. Më kupton se u futet direkt në emra që as persona nuk i njoh, me emra dhe jo për më tepër as çështjen. Gjithsesi do të sugjeroja që të shkonit në polici ose në prokurori në rast se dhe policia nuk merr masa. Faleminderit. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Me Klodi në flas. Klodi jam. Jam interesuar me ditë se unë jam një pensionist, kam dalë para 4 vjeç në pension dhe marr 208.000 lekë. Ashtë pensioni pjeshëm, nuk është pensioni plot, kam 35 vjet, 6 muaj, 8 muaj i shati jo. Do të di sa kjo çumi del 2030. Pa lekë do të më shkoj? Po sa të shtuar tani? 8.000 lekë. Dhe sa e ke? E kam 208. Deri në 220 do të shkoj. Po më kem pensioni plot, sa lekë më shkon? Nëse është pensioni plot, shkon 400. Po nuk është pensioni, po ta kishe pension të plot do merret 18, jo 8. Jo, dakord, po unë jam jetoj në fshat, po bëmi nxerë se më një vjetë e gjyës muar. Bëmi nxerë në gjyës, se më kanë hupë dhe vjetë po. Kjo është tjetër gjë. Nëse ke marrë 8 deri në 220 do të shkoj. Pastaj nëse jo si do të kem pension plot, po të nxerë me gjyës, a më shkojnë 400. Po do të gjesh me gjyq, po ti caktoj gjyqi, jo, kjo nuk ndryshon më pastaj. Ty të shtojnë ato vitet e munguara, po nuk të shkon 400. Nuk më shkon prapë se më shkon 400. Po jo, sepse duhet jesh i plot tani, jo të bëhesh i plot. Me fjalë nuk kushton gjë, vetëm kushtojnë vitet e humor. Nuk ja blen me gjyq ajo. Faleminderit. Mendoj unë. Pastaj zgjedhja është e juaja. Faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Ditë mbar, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Alo. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Klodi. Klodi. Jam një dëgjuese, një shikuese që më rregull të emisionit tuaj, urime. Faleminderit. Edhe kam një problem për punën e pensionit. Tash unë kam dalë në pension vitin 2023. Edhe kisha 32 vite, 8-6 muaj punë. E pagova për vite që unë kam punuar në Itali. Edhe thash po paguaj edhe këtu edhe atje marrë diçka. Edhe pagova deri në 2020. Deri në 2020 më thanë që më të paguaj më sepse 9 vitet e kooperativës nga 82 deri në 81 do të njifën, po do të hapsh një gjyq. Edhe mirë, hapë gjyqin, kam 5 vjetë që në 2020, edhe asë një gjë. Dëgjoj pak zonjë. Ordo. Ti duhet të njoftosh drejtorinë rajonale për ta ndërprerë këtë procesin e gjyqit në rastet të leverdis që periudha e njohjes do të jetë nga mosha 18 vjeç. Po, unë jam 64 vjetë. Jo, e di që si jetë 18, e di se s'pyeta për këtë. Më dëgjoj pak, se po them gjë tjetër, zonjë. Çfarë moshe ke filluar punë në ish kooperativë bujqësore? Kam filluar mbasi mbarova klasën e 5, ashtu ishte atëherë, do shkonim punë. Më dëgjoj pak e dashur, më dëgjoj pak. Urdhë. Nëse do presësh gjyqin, ti mund ta fitosh të gjithë të periudhën nga mosha 14 vjeç. Nëse ti do kërkosh nga drejtoria rajonale që të bëhet tërheqja nga gjyqi, ligji do t'i njohë nga mosha 18 vjeç dhe nëse kjo të leverdis, bëje. Nëse jo, do presësh mbarimin e gjyqit pastaj. Më thuaj ku jemi? E kisha në gjykatën administrative. Zoj, po më dëgjon tani apo jo, se po kam edhe të tjerë telefonues. Ta thash 2 herë, pra je përballë 2 alternativave. Ose do presësh gjyqin, procese këto të cilat zgjasin, dhe do t'i marrësh nga mosha 14 vjeç, nëse, se nuk e dim, ose do bëhet tërheqja nga gjyqi, duke njoftuar dhe drejtorinë rajonale, dhe pas tërheqjes, periudha të njihet nga mosha 18 vjeç dhe jo më përpara. Po, 18 vjeç. Po ato i ka marrë ato këtë 18 vjeç. A, i ke marrë ato? Po do presësh gjyqin pastaj, nuk do presësh gjyqin. Ato i ka marrë, unë tash i kam nga 82 deri në 91, që janë djegur letrat edhe nuk ka. Do presësh gjyqin, zoj, nuk kemi çfarë, as ne as ju. Po u bën 5 vjeç. E di. Gjykata administrative ma hodhi poshtë, ata që ato do bëjnë kemim që gjykata apelit. S'ndikojmë do të as ne as ju të kjo. Faleminderit edhe juve, e nderuar. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë tjetër. Përshëndetje.
Shëndetje. Urdhëroni. Jam një zonjë 55 vjeçe. Po. Kam 5 vite punë vetëm. Pastaj pjesa tjetër jam pa punë. Tani dua të bëj një sigurim, për shembull privat. Ta zëm 1 milion lekë. Më futem dot apo? Si më futem dot? Si, në ç'kuptim? Çfarë mund të bëj? Çfarë moshë ke zonjë? 55. Dhe do të bësh çfarë? Një sigurim privat për shembull. Po, te fondi Sigal. Te Sigali, po, për shembull do hec ta zëm 1 milion lekë. Sa rritet vit për vit deri në moshën që unë dal pension? Apo? Tani këtë s'ta them dot fikse nderuar, më kupton? Nëse do mund të kontaktosh, urdo? Kam dhe një pyetje tjetër. Po, më thuaj. Kam motrën që i ka bekur burri. Po ai ka rënë një pension minimal, pothuajse 20.000 lekë të vjetra. Pension familjar. Tani me këtë rritje, po familjar. Me këtë rritje në rrit vetëm 7.000 lekë. Nuk e kuptoj pse kaq pak. Po pensioni familjar 7.000 lekë është e dashur prandaj. Po ajo më vetëm 30.000 lekë të vjetra. Si ka mundësi? Unë bëj shumë habi. Po aq është pra, se është përcaktuar në ligj që pensioni familjar shtohet me 7.000 lekë të vjetra. Po, rrofsh, faleminderit, mirupafshim. Asgjë, të lutem, faleminderit për telefonatën. Presim tjetër, alo, përshëndetje. 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 Zotësie. Po. Unë doja të ndaja një histori time me juve, edhe histori e çuditshme pak. Unë kam shit një apartament para disa vitesh, diku në 2018-19, dhe ligji e parashikon që blerësi lekët duhet të depozitojnë në llogarinë e noterit. Po. Dhe mbasi merr certifikatën, noteri i kalon lekët ke shit. Po, patjetër. Po. Tash ti, unë e shes apartamentin, dhe se i merr certifikatën, unë nuk marr lekët ke noteri. I merr noteri këto i tregj nga banka. Dhe sot nesër, edhe sot që flasë për ti, unë si ka marrë këto lekë. E qova në gjykatë çështjen, dhe gjykata shkallës parë vendosi që banka s'mi jep lekët. Dhe noteri ka hik fare, është shtu nga Shqipëria. Ty të kanë ngelur lekët e noteri tani? Lekët du t'jenë banë, i ka marrë noteri, s'ka drejta prekja të llogarit, du t'i mërja unë që i shita apartamentin. Po më e forta është se nuk fitoj do t'as gjyqin, e kupton? Mbrojt banka. Çudi madhe. Sa vite keti me këtë? Po duhet ketë nga 2018, ta shoh mirë atë kontratën e shitjes, po e kam kaq vite në apel, domethënë çështja. Mirë, po puna është që unë ngela pa shtëpi. Tash ti nuk e di si mbrohet me ligj kjo punë. Po ideja është duhet gjendur personin që ka bërë këtë gjë. Si personi, po noteri, ti thua që ka ikur. Po noteri ka ikur, po do t'i dali për zot shteti që ka bërë këtë ligjin. Që ti e detyruar ti derdhësh lekët ke noteri. Po, noteri iku, unë si qytetari i zakonshëm i këtij vendi që shes një apartament, si mbrohem nga shteti unë, se në rasti konkret jam i pambrojtur. Se unë nuk e bëra këtë punë në rrugë, na ka që lekë timi e ka që lekë, unë e bëra zyrtarisht ligjërisht o vlla. I dedhi lekët në bankë Dersi. Dersi mori apartamentin, unë ngela në rrugë, pa shtëpi, sepse nuk i marrë do të lekët ke noteri, sepse banka, tash banka më thotë mu që ne kemi pushuar të punojshin tonë nga puna, po kjo s'ka interes për mu. Banka të beqatoj, unë dua lekët e mia. Shumë çështje ngatruar. Ti ke shkuar në një gjyq për këtë apo jo? Po. Dhe? Dhe gjyqtari, pik turpi, dhe ta e në gjitha i dutë këta gjyqtare ta, vendosi pro bankës. I thash, ore, inshallah ta marrin shpinë ty, i thash, po si s'vjen turpi, i thash, po çështja është çast gjitha. E kuptove dhe thash ta ndaj. Po e kuptova po. Po tani çfarë veprimi po bën? Shiko, them një gjë tjetër, po më unë e humba këtë, po desha ta bëj publike, që të kenë kujdes njerëzit se këtu është tmerr në këtë vend. Domethënë as gjykata nuk e zgjidhi këtë. Edhe s'dua të përmend emra, po një miku im.
I shkruan kryeministrit i kështu që ka ndodhur një rast miku tim dhe ai i shkruan NC ç'a ndodh në këtë vend. Më e kupton ç'a bëhet këtu apo jo? Sistema si kryetarit Komisionit Ligjeve i thash po mirë më ndodhi mua, po ndroni më ligj, rregulloni ligjin të jetë mbrojtje qytetari, mos është e tmerrshme. Se ka një marrëveshje midis bankës kombëtare dhe Ministrisë Financave për këtë, po e kanë dhënë evazive, e kupton? Nderuar, shikoj, nëse ka ndonjë diçka që ne mund të ndihmojmë, ma thuaj, po se di pra, për ne po nuk e di si mund të ndihmoni. Do të thonë noteri s'ka asnjë lloj kontakti, ëh? As me ndonjë familjar as me. Ka i thonë që është Kanada, në Angli, ku e di unë, se di fare. Ti shpinë e ke sot, e ke kështu gjysmë apo jo? Jo, më s'kam fare, unë e kam marrë dersi, s'kam unë, dersi mori certifikatën. E të mërshme. Unë s'kam shtëpi fare, o vlla. Jo është problemi. Po mi më unë pas kam dhe një vend kurri, po dikush tjetër ka shtëpinë, atë kam, o vlla, jetë rrugëve, kupton? E frikshme. Shiko, më lejo të pyes disa njerëz për si procedurë, se është hera e parë që e dëgjoj. Dhe nëse do kemi hapësira për të ndihmuar, pse jo, patjetër. Më mirë, mund të ketë raste tjera, po ky është rasti im, domethënë kaq flagrant sa. Po patjetër që mund të ketë, po them që është hera e parë që përballem me këtë lloj situate dhe nuk e di se si të përgjigjem. Ta noteret tan bëjnë çuditëra ore. Unë kam dhe një rast tjetër me një notere, që mbase se vlen ta bëjmë këtu këtë publike, po se kishte bërë 2 kontrata faca. Qita një apartament unë në vitin 2006, dhe rastësisht po plotësoja një dosje që në durësh për institucionet, dhe ku shkoj ke noterit marrë një kopje me një kontrat tjetër, po me atë rreth kol, me atë datë, po me 3 muaj vonesë. E të mërshme. Dhe 2 kontrata, edhe atë qohen pak, po s'ka rëndësi, po si po qa bëhet në këtë vënd, desha me të tonë, kupton? Po, mire ka thënë, qa bëhet në këtë vënd. Po, dhe ai me drejti shkredi, po puna qa po na i vetë. E bukur kjo. Më lejo të informohemi, të ruar dhe... Do nge... Dhe kur e thot ai që duhet të... Ai që të rregulloj. Po të pak të ne ka thënë, kështu që... Jo, të pak të ne ka thënë. Atë na doli borxhi thuaj. Di qa bëhet, hapë në shqytë thot ajo. Okej, do ngelemi në kontakt, falenderoj shumë. Po mirë, unë të numër kam, po shumë. Okej, super fare. Faleminderit edhe një herë. Ne kalojmë ndërkohë në mesazhin që ja u themi çdo ditë, por është më shumë se sa kaq. Mos e neglizhoni, investoni paratë tuaja në fondin Sigal, nuk bëhet fjalë për miliarda, nuk bëhet fjalë për investime duke ndërtuar pallate, por nëse në fund të muajit të depuron një sasi të caktuar lekësh, depozitoja atë në një llogari bankare duke u bërë pjesë, pra duke hapur një llogari pensioni, një fond të dedikuar për veten tënde. Fëmijëve të tu mund t'ia bësh diçka të tillë, një dhuratë shumë të mirë, që në moshën, po themi 18 vjeçare, në serin familjere, ata fëmijët tuaj do të kenë disa para mënjanë të cilat mund t'ju vinë në ndihmë, jo mund t'ju vinë, po do t'ju vinë në ndihmë edhe ju drejt për të përballuar ato shpenzimet e një moshe që kërkon pak më tepër se sa moshat më të vogla, se fillon universiteti, po duan një çike edhe një telefon të mirë, se kohët këtu kanë ardhur, por në çdo gjë në kohën e vet, jo dëshirat plotësuara të gjitha menjëherë. Kështu që pse jo, me pak lek ju mund ta përballoni këtë periudhë jo pak të vështirë në një të ardhme tuaj, por që fëmia thotë unë do shkoj në shkollë dhe të drejtë ka se ku ka investim më të mirë se sa arsimi, edhe pse në disa raste ose në shumicën e rasteve kërkon para, të cilat ju mund t'i gjeneroni përmes një kursimi disa vjeçar sot dhe nesër pastaj thoni ja ku i ke lekët, urdhëro, mëso, bëj, dil zoti vetes. Kështu që një problem më pak për ata të cilët arrin të menaxhojnë më së miri financat e tyre dhe tregojnë pak të zgjuar që me 50 euro në muaj mund të bëjnë diferencën për të ardhmen e tyre. Pas 5, 10, 15, 20 vitesh ti ke aty një fond shumë të mirë, ke një pasuri tënden që nuk ta prek askush, është e garantuar e mbrojtur me ligj dhe mbi të gjitha atë që depoziton të kthehet disa fish në vlerë financiare. Si në formë pensioni, ashtu edhe në formë të drejt për drejt duke marrë të plot shumën pa asnjë lloj tatimi, takse i përjashtuar nga taksat për të tretët,
sepse në fondi sigal gjithçka funksionon mbi bazë të transparencës dhe asaj se çfarë ti ke depozituar. Telefononi në numrin e më poshtëm në 069 40 61 438 dhe jam shumë i lumtur të ndaj me ju lajmin që janë qindra pensionistë sot të cilët marrin pension nga fondi sigal dhe pjesa që mbetet pas pensioneve mujore që marrin vazhdon dhe rritet akoma sikundër në informacionet që kemi, jo më larg se sa javën e kaluar, shumë persona janë bërë pjesë me shifra me disa zero dhe vërtet na gëzon ky fakt sepse shërben si një lloj ure lidhse dhe komunikimi sepse unë për veten time nuk e kisha si informacion. Këtë deri përpara rreth një viti, le të themi. Diçka më pak. Ndaj jam i lumtur që t'ja u sugjeroj të gjithëve. Bëjeni sepse është zgjedhje dhe nuk humbisni asgjë, përkundrazi vetëm përfitoni. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes telefonata. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodi. Urdhëro. Jam një pensionist, kam dalë 1 janar të 2021-shit. Pensionim doli që në 2000 lekë, tani më ka vajt 230 e ca lekë, sipër. 37 vjet e 6 muaj pensioni plot. Tani u smora as 8.000 lekë, as 18.000. E kuptova, ku jetoni ju? Urdhë? Ku jetoni? Në Tiranë. Do të thënë, ti ke 37 vite e 6 muaj. Kur ke dalë në pension? Në 1 janar 2021-shit. Pra ke dalë me vitet plota? Po, edhe tek ajo letra e kam pensioni plot, ke libreza pensioni plot. S'mora as 1 janar as të shkurt? Si? As 1 janar as të shkurt nuk mora? Jo, fare. Ku jeton? Ajo ku e tërheqin pension atje nuk di gjë thonë. Po jo s'di ajo, se nuk është kompetente për atë gjë. Po. Ty të takon nëse është kështu, vetëm do e kërkosh përmes shqyrtimit pensionit e Jellbenia dhe të merr dhe janarin dhe shkurtin dhe marsin. Po ne jemi të vjetër ku e po do të bërë ajo, se nuk ka rrugë tjetër i nderuar. Shumë persona e kanë bërë dhe ditët e fundit dhe u është kthyer ajo që me fjalë nuk pengohem se kam 230.000 lekë që do të ta marr. Ti nuk e ke mbi 400. Jo, pra. O me forta është kanë marrë me 300.000 edhe u smora. Se isha atje i shifja. Është bërë gabim, pra, më kupton? Është bërë gabim dhe janë bërë goxha gabime në fakt, por për fat mirë janë korrigjuar. Më çfarë duhet me Jerbanën? Te rubrika rishqyrtim pensioni. Po. Mirë? Mirë, faleminderit shumë gjithë. Kalojmë në hapësirën e fundit publicitare për ditën e sotme. Prostaton mos harroni, për gjithë ju që keni probleme me prostatën, merreni rregullisht, është një produkt 100% natyral, bimor dhe nuk ka efekte anësore. E as nuk ndërvepron me ilaçe të tjera të cilat ndoshta ti mund t'i marrësh kohët e fundit për ndonjë problematikë caktuar shëndetësore. Mos e torturoni veten duke eksperimentuar apo duke dëgjuar të tjerë që shiko se un kam provuar këtë dhe jam ndier okay. Mos u ngatroni me ato. Përdorni Prostatol për gjithë që keni probleme me prostatën, kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Dhe kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, edhe numrat ju lutem. Pa. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Klodi. Alo? Mirëmëngjes Klodi, jam urdhë. Kam një problem. Po, më thuaj. Duhet 5-6 muaj, mu 65 vjeç, po unë jetoj në Itali. Edhe këtu në Shqipëri kam 9 vjet punë. Atje vazhdoj e punoj. Si mund të punoj? Në Itali dhe në Shqipëri. Në Shqipëri kam 9 vjet punë, kurse atje vazhdoj edhe derisa të mush. Çfarë moshe ke? Çfarë moshe ke këtu? Çfarë moshe ke këtu? Sa vjeç je? Urdhë? Duhet 45 muaj, më 6 muaj. Kështu 65. Po, kur të plotësosh 65 vjeç i nderuar, do aplikosh për periudhën në Shqipëri dhe del në pension me periudhën që ke punë këtu. Për shembull, këtu kam 9 vjetën. Po pra do dalësh në pension me aq vite sa ke. Me 9 vjet, kurse atje për shembull, vazhdoj se atje ka moshën 67. Kur të vi mosha 67 vjeç atje, do aplikosh edhe atje pastaj. Mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Uleni zonin televizorit, ju lutem, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo. O Klodi. Urdhëro.
Jam një pensionist kam dalë në moshën në vitin 2019. Edhe në atëre 120.000, 122.000, se ashu ishte koeficienti mjullit atëre. Edhe mora këtë radhë, tashim ka vajtur 213. Edhe këtë radhë ato që dhanë 7.000 leka mëzori, si ka mundësi, kisha 34 muaj. Sepse je pension i pjesshëm dhe deri në 220.000 lekë të shkon shtesa. Po jo, unë kam dalë moshën kështu pleqëri, pension pleqëri, apo jo? Po, s'ka lidhje, të gjithë pension pleqëri kam, po themi shumica. Dhe është pension i pjesshëm dhe 7.000 lekë të takon deri sa ka shkuar në 220. Sepse ka limita. 213 marrën, me gjithë komisionin e drita 219. 220 pra me. Ato 7.000 lekë të atë janë. Po, i ndërruar. Ajo është 8 të pensionet e pjesshme, por duke qenë se 13 dhe 7 bë 20, 7 të takon. Kaq mora, kaq. Po i ndërruar, 7 të takon. Në shkurt si ka marrë, pa janarin mora. Edhe shkurti aq do marrësh. Aq, do më thonë 220, jo më shumë. Të përshëndesi, dashur. Shëndet, faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo, Klodi. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uroj shëndet. Rrofsh sa më gjatë. Faleminderit. Që të zgjidhësh sa më shumë probleme. Faleminderit shumë. Klodi, unë të mora edhe para 1-2 javësh, më duket. Për atë problemin që kam me OSHE-n, me keshin. Nuk e dia... Për gjobën? Për atë faturimin, mbi faturimin. Mbi faturimin, e kuptova. Kam marrë një gjysmë përgjigje ndëruar, por po pres edhe një saktësim tjetër, prandaj nuk të kam njoftuar. Okej, ndëgjoj. Të dërgoj një dokument në... Jo, asgjë fare. Më mjafton ajo që më dhe herën e kaluar. Mirë, dhe të kontaktojmë. Faleminderit shumë. Rraf, gjithë të mira. Edhe ty, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem, përshëndetje. Alo. Urdhëro zonjë. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes yll. Jam ajo zonja që të mora dije, qa u bë me ato lekët tona. Cila, se më ka marrë shumë dje? Të mora në posta e Trevladri, që nuk janë datë pensionet, po bëjnë një muaj e gjysëm. E di e ndëruar, do të zgjidhet çështja. Të invalidit edhe të pensionit, nuk kanë thënë një tre. Atje ka një mungesë dhe do të zgjidhet për çështje ditësh. Besoj nga java e ardhshme me patjetër. Mirë, faleminderit ty. S'është e vështirë, jo vështirë, po e pamundur të mbaj mend nga zëri të gjithëve. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëro. Dëgjoj, këtu. Gruaja ime ka dalë pension në shumë fëmijë. Edhe pensionin e ka dalë gjithsej 135.000 lekë. Në po ku mora pensionin, për janarit dhe shkurtit nuk ka asnjë lloj shtese, vetëm 8.000 lekë ka shtesë. Mirë po, si mas udhëzimit, nëna me shumë fëmijë marrin 8.000 lekë shtesë, këmë gjune. Çfarë pensioni ka zonja? Kur ka dalë në pension? Ka dalë 2015. Ke pyetur te sigurimet? Pyeta ke sigurimet dhe asnjë lloj përgjigjese më japin. Si e ka emrin zonja? Shpresa Shehu. Shpresa kush? Shpresa Shehu. Baba i shpresës? Sejit. Ku banoni? Banoni në Shbresht. Okej. Faleminderit. Ju faleminderit dhe ju, faleminderit shumë. Gjithë të mira. Shkojmë tjetër? Dëgjoj, kam dalë në pension në gjysmën në fund të shtatorit, po nuk më kanë qujtë 2 vitet e punës që kam punu në bujësi në fermë. Po. Kam qenë 16 vjeç faktikisht atëherë. Po. Me çfarë si mund t'ja bëjmë tash? Kur ke dalë në pension? Në fund të shtatorit të 2025-s.
Okej, ke qenë 16 vjeç. Përveç se me gjysh nuk ka rrugë tjetër sepse ligji i një, por nga mosha 18 edhe në këtë ndërmarrje ku ke punuar ti. Po disa shokë mi e kanë marrë, si shpjegoj. 16 vjeç as kurkund me ligj jo. S'ka shans. Ashtu ëh. Mund të kenë qenë 18 ose mund të jetë njohur për shiko. Edhe një herë. Po. Fakti që është ligji në fuqi nuk do të thotë që të gjithë për të gjithë futet ligji në fuqi. Se mund të ketë persona të cilës kanë nevojë as për ligjin sepse i kanë në rregull dhe u njihen nga mosha 14 vjeç. Edhe unë kam në rregull me librezë. Dakor, pa fakti që si janë njohur do të thotë që ka mungesë dokumentacioni atje, janë djegur, nuk e di çfarë arsyesh të kanë dhënë, se besoj ta kanë dhënë. Por nëse aty më kanë thonë paraqit librezën origjinale. Po, e ke çuar? Po, e kam çuar. Po, s'ka ty akoma përgjigje. Kur e ke çuar? Ska një 3-4 ditë. Okej, pra po mirë, do të presësh përgjigjen, se mund të vonoj 2 deri në 3 javë ajo. Më kuptoni nderuar. Por nëse do shkoj puna për me ligj, nuk njihet sepse ligji llogarit nga mosha 18 vjeç. Nëse ti thua që shokëve të nju janë llogaritur më pak se sa 18, s'do kem pasur probleme atëherë me vitet. Po. Mirë? Klodi Rofsh. Faleminderit, të lutem, faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. Jemi në 10 minutat e fundit programit për ditën e sotme, ku jemi me... Okej, më vonë. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Ule zorin televizori, zonj, si që u thate regjia. Përshëndetje. Një sekund. Dëgjoj, kam një problem kështu. Jo, do t'ule zorin televizori, zonj, nuk fola kot. Po jo më shpirt, jo, ule. E ula farë. Ule televizorin, të lutem. Kam ullur. Fike, ule në 0. 0. Po tani? Mos më bëj quiz. Çoj në 0 dhe flasim, të lutem e dashur. 0. Atëherë flisni. Dua të mbyll një biznes. Po. I kam paguar gjithë faturat, gjithë detyrimet. Po. Nuk po gjej zgjidhje. Pse? Kam 2 muaj, nuk kam lënë. Ku jetoni? Si? Ku jetoni? Në Tiranë, është edhe turp, me thënë. Pse? Po sepse në Tiranë edhe gjithë zyrat këtu janë, nuk janë se vinë nga rrethet. S'ka lidhje fare. Dëgjoj, po pse nuk ta mbyllin? Çfarë do thonë? Fiskale, nuk e kuptoj këtë fiskale nuk. 8 vjetë e nderit kam mbaruar dhe zgjidhje. Po. Po biba, thuaj që pse Manuela Fortuna. Po Manuela, po pse nuk ta mbyllin? Çfarë do thonë? Do të thonë ta kanë thënë me letër përgjigjem se s'ta mbyllin apo jo? Ti i ke shlyer gjitha detyrimet. Ja kështu, shkoj në përktor laj, se to duhet mbyllur laj. Janë po gjithë veprimet, detyrimet që lindin në biznes, si ke vendore të shkoj këtë qëndrojë. Me jemi numër telefoni. Në telefon 069 58 58 0300. Okej. Mirë, flasim pas emisionit, dakor? Okej. Ti je mirë. Të lutem. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Alo. Urdhë. O Klodi. Kam një kërkesë lutem. Po, më thuaj. Unë kam dalë pension në 2017. Po kam dalë pension minjere. Po. Edhe më ndorën pensionin 180.000 lekë. Unë kam dalë me qenë pension minjere, po kam dalë me pension të klose 55 vjeç e ka minjera. E kam 31 vit punë, 31 vit e gjysë. Po. E në të ma kam dhirë me qenë pensionin e para, që i thonë, para koshën. Po. Edhe këta shteset mos me ja bo fare. Po. Sa vjeç jeti? Po janë 64. 65 vjeç do marrë shtesën. Që? Si? Po për qa syje? Pyet ata që e kanë bërë ligjin i dashur. Ore minjera ka 55 vjeç, o ploj. Mirë, dakor, pa nëse s'pëlqen përgjigja ime, shko te sigurimet i dashur. Po 65 vjeç kur të dilni në pension pleqërie.
A e ka 55 vjeç një avur? Alo. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, këto dhe me vjes. Mirëmëngjes. Tjeve kalova? Si jeti? U lezërin televizorit të lutem? Po. Pa tjetër. Jo, të mora edhe 2 ditë për para. Po nuk hënë në linj. Kam një kërkesë, nuk e di si ta quaj unë ose ti. Nuk u pas ke marrë atëherë. Si? Folëm apo nuk folëm 2 ditë më përpara? Jo, nuk folëm pra. Nuk folëm me non. Po, më thuaj, s'ka gjë. Kam burin nuk ka bo vizitën qyrë dhjetor për syun. Edhe qeken në kasë të boni gjithë kontrolët i sa ke lente. Shkun ka francezi, a i sa nuk ka lente. Shkon për vat, ka lente. Si ka mërsi, du të mandrej që qikë të pjesën, 2 pensioniste me 100.000 lek pension, s'ka lente. Për vat i ka lente, shteti s'ka. Si ka mërsi kështu manon. Që bëhet që, ku të kërkojmë në këtë pjesë? Ku që të bëjmë neve? Okej, duhet pyetur. Jo, kam pyet nëna jote. Jo, të pyesim neve. Okej. Shkolla kë franceze, bone vizitën, bone qove letrët, komplet. A i më thot, nuk ka lenta. Po si përvati, unë du me ditë përvati pas ke lenta, shteti s'ka. Që bëhet që, a i thot shteti është më regull. Ku ka më regullin kë? Më falë, që për të flasë, duhet të interesojmë, dashur mirë. Do shtë të bëj gabime, po... Jo, nuk bëna si lloj gabimi, ti ke hall. Okej. Faleminderit shumë. Jo, faleminderit ti, unë du të nëjsh të pjesën. A njëti doktor është shtet, e njëti doktor është privat. S'ka lidhje me doktorin kjo, dashur, ka lidhje me sistemin. Jo, flas për lentët unëre. Po, po s'ka lidhje me doktorin, nuk i sjell doktori lentët në këtë mikrofonin, nuk e sjell unë, këtu e sjell kompania. Po më japit, sot mu të blej unë, më burrë. Të blejnë me venti. Kuptova. Që bëjmë? Ta përcjellim pra, atë se tani. Okej, faleminderit, gjithsesi. Faleminderit shumë edhe ju për telefonatën. Shëndet. Gjithë të mirat. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni, ju lutem. Po. Urdhro. Me Klodin flas? Po. Jam një pensionist nga Durrësi, 79 vjeç. Po. Pensionin e muajit janar. Po. Dhe muajit shkurt nuk më ka kaluar fare. Pensioni apo shtesa? Pensioni më zotni, ishim blenë fare shtesën se du shtesë. Po pse se ke marrë? Çfarë ka ndodhur? Jemi pa bukë më po. Çfarë ka ndodhur? Pse se ke marrë? Se di, kam shkuj herë atje, do ta çoj. Unë nuk e që do se po më dhem edhe i qikë nervi. Ku banoni ju? Në Durrës. Po pse kanë njoftuar për ndonjë problem? Jo, 15 vjetë kam që marrë pensionin. Kam shku atje ku e marrim në ke gëlqere gjithë themi, që lagja numër 6, edhe nuk ka dalë, thot, nuk ka ardhë, se di, njële atje. Si ke emrin? Sulejman Malo Ismaili. Sulejman Malo Ismaili. Ismaili. Po. Çudi. Do ta zgjidhim pa merak, dakord? Po do më lajmëroni apo si është puna? Nuk shkoj dot. Jo, mos shko, s'ka gjë. Ma lër dhe një numër telefoni atëherë. Ja, të jap numrin. Po, 06 068 28 po 98 edhe 666. 36 atë e fundit. Okej. Falenderoj shumë. Faleminderit ty. Ditë mbar, shkojmë me telefonat me gjasë e fundit për sot. Mirëmëngjesi. Jo. Alo. Alo. Okej, presim tjetër. Më mirë pas do të lartë televizori.
Ora 8:48 minuta, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit të lutem. Po. Faleminderit. Jam një qytetar nga Fieri. Po. Kam bërë procesin e legalizimit që në 2017. Aha. Edhe mbas kaq vitesh më son tani që del tokë ushtrie. Legalizimin e ka bërë shteti, se ka bërë unë. Po si legalizimin? Legalizimin e shtëpisë. Po, pra të shtëpisë. Po është problemi të toka. Jo, unë duhet bëj të shtëpisë, duhet bëj tokës. Pa e ke marrë të shtëpisë, po thua? Legalizimin, po duhet marrë hipotekën. Dhe çfarë do thotë? Mëson që tani ka dalë si tokë ushtrie, pas 8 vjetësh. Po çfarë duhet bësh tani? Duhet ta blesh apo? Po jo, nuk son gjë për ta blerë, se po e blej. Po son që nuk si bën dot sepse ka dalë tokë ushtrie. Po dhe mund të jetë ashtu. Legalizimi se bëra unë, ma bëri shteti. Po dakord. Mund të ketë gabuar dikush, po s'mund vazhdojnë me gabimin, ose mund mos jetë fare kështu, ëh? Atëherë një arsye tjetër. Kështu që ta ndjekim. E ke atë Më dëgjoni pa. Po, patjetër. Ashtu. Vajta prapë una për të aplikuar me dha një aplikacion tjetër dhe me lekë sa mund të bëhet. Si me lekë si ato kushtrie. Dashur, unë kësaj nuk i futem fare këtyre diskutimeve, e di pse. Po. Sepse e para është shumë e ulët për mua që të diskutoj raste të tilla pa i vërtetuar. Jo, do t'i nisë edhe juve, duhet sa të shikoni letrat. Jo, po them për këtë të lekëve, dashur. Dakor. Po them, me i sa më kanë dhënë që të aplikoj prapë do të thotë që me lekë bëhet. Unë nuk i përgjigjem fare kësaj gjëje nderuar, sepse thash, për mua është shumë fyese kjo që po diskutohet këtu. Se është fyese fare, është fyese se po si, shiko, i dashur, ti e kupton, domethënë, unë nuk e di çfarë profesioni ke dhe je i nderuar për atë punë që bën. Por po të informoj që detyra e gazetarit është që ta vërtetojë diçka që thuhet. Dhe sa kohë unë tani nuk e vërtetoj dot këtë gjë, s'mund të jap një përgjigje se do t'u anis të gjitha në WhatsApp që ta vërtetoj. Ta kanë thënë në WhatsApp që duam lekë të ta nxjerrim. Jo, në WhatsApp, më kanë dhënë letra për të aplikuar prapë. Po. Edhe? Domethënë, u bëga prapë, e kupton? Domethënë ti po mendon që ata të kanë kërkuar lekë. Jo, më kërkuan, më dhanë letra për të aplikuar prapë. Të kanë kërkuar lekë dhe e ke në mesazh? Po. Okej, nëse e ke kështu do të ndihmoj unë atëherë. Nëse nuk e ke ashtu nuk të ndihmoj dot pastaj. Faleminderit, mi dërgoj të gjitha. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët, do u bë pjesë, do të takohemi gjatë ditës në lajme dhe nesër në program.